Unë jam Derkuza Pepa, ndërsa ky këtu është Gjorgji. Dhe kjo është mami Dos. Dhe ky është babi Der. Derkuza Pepa. Tull, kërcit dhe godit. Pepa dhe miqtë e saj janë në klasë. Sot, të dashur fëmijë, do të mësojmë për instrumentat që tunden, kërcasin dhe që goditen. Ura! Në fillim, ju do të zgjidhni secili nga një instrument në dhomën këtu. Unë mora daulle. Ato quhen daullet bongo, Deni. I godasi me duar, ja, shiko kështu. Unë kam një daulle bombë të sheshtë. Ajo quhet boran dhe është daulle irlandeze. E godasi me një shkop të vogël, ja. Unë kam një tamburinë. Shumë mirë, Pedro. Mund edhe ta tundësh kështu. Ja, shiko. Unë ka një daulle të madhe. Kjo është daullja bas. E po, nuk e di si quhet kjo, për me të vërtet që nga shumë e çuditshme. Kendi, ajo quhet Kiro dhe përjardhja e saj është nga Amerika e Jugut. Wow! Po si erdhi ajo deri këtu? E kam sjellun kur isha me pushime atje. Çfarë janë këto? Ato quhen makara. I kam sjellun nga pushimet e mia në Spanjë. E po ky është një trekëndësh. Babi im i shet këtu me pako dhjeçe. Faleminderit, Fredi. Do ta kujtoj këtë. Ti nuk ke pse shkon për pushime për t'i bler këto. Faleminderit. Ç'e janë këto? Këto të dyja janë kastaneca. Babi im i shet ato në kuti peshe. Faleminderit, Fredi. Ole! Ja, kështu luhet me kastanecat. Merri, Emili, dhe mëso të kërcesh. Duhet unë të kërcej tani? Jo, thjesht bëj zhurmën me kërcitjen e tyre. Po e shore bekën me cimbalet. Po! Tani që i mësuat tingujt e instrumentave tuaj, mund të luajmë të gjithë së bashku. Përgatituni? Fillo tani! Ndaloni! Kjo që po bëni ju nuk quhet muzik, por quhet zhurmë. Të gjithë mund të godisni ato pa pushim, po kur bëni muzik duhet ta dëgjoni njëri tjetrin dhe të mbani ritmin me ngadalë. Zonja Gazel, unë kam shumë të vështirë t'i bëj të dyja. A mund t'i përplasësh duart? Po. Nëse i përplas duart, mund të bësh muzik. Të gjitha vajzat, ju lutem bëni si them unë. Tani djemt. Zonja Gazel e ktheu duartrokitje në muzik. Dhe ndaloni. Tani do të mësojmë se si t'i bijmë instrumentave tona të gjithë bashk. Prindrit erdhën për të marrë fëmijët. Erdhë tamam në kohë. Unë po ju paraqes orkestrën që e quajmë Tund, kërcit dhe godit. Ura! Fëmijë, përgatituni, gati dhe filloni. Ju lumt! Ndoshta tuan të bashkohen me ne dhe disa nga nxënësit e mi të vjetër. Ju lutem gjeni instrumentat tuaja, fëmijë? Po, zonja Gazel! Zonja Gazeli mësonte të gjithë baballarët dhe nënat kur ata ishin të vegjël. Është shumë e vështirë, babi. Për bjeri kështu. Pa prit të shoh një herë na e mbaj mend apo jo? Babi, mundi bjeri baterisë. Unë jam tip eksperti në bateri. Shikoj si i bie, shiko. Jeni të mrekullueshëm me tundjen, kërcitjen dhe goditjen. Dhe tani një melodi.